Angela Bregu është një nga shqiptarët e shumë të cilat jetojnë dhe punojnë prej vitesh në diasporë. E vendosur në Turqi, ku gjatë studimeve të saj vendosi që universitetin e nisur në Itali për marrëdhënie ndërkombëtare dhe shkencore ta përfundoi në Ankara. Atje ajo krijoi rritin e saj shoqëror, familje dhe do të kishte shumë sukses në aspektin profesional. Kur erdha këtu në fillim pata shumë probleme me gjuhën, pasi nuk ishte fare ngjashme me atë çfarë mendonim neve, ose me gjuhën që kisha unë. Një sistem gramatikor krejt i ndryshëm për mua, por më mbrapa, pas disa vështirësive, u mundesh të adaptohesha, të përshtatesha me këtë sistem dhe gjuhën, pata më lehtësi të shkollën, pata mundësi ta përfundoj me rezultate të kënaqshme. Më mbrapa këtu stabilizova familjarisht, kam 2 fëmijë, ndihem krenare, që jam dhe një mama edhe një femër që mundohet të bëj një karrierë këtu. Në Turqi aktualisht Angela punon në drejtorinë e përgjithshme të teatrove turke, duke qenë kështu e përfshirë si koordinatore e festivaleve ndërkombëtare në departamentin me jashtë. Ndjesa e saj më e madhe ishin shoqatat shqiptare, me të cilat sot organizojnë aktivitete të ndryshme për të ruajtur kulturën dhe traditën e vendlindjes. Vitin e kaluar pata për 3 vjet festivale ndërkombëtar të Burtës, ku më në fund nga 3 vende që merrnin pjesë nga Ballkanet filluan të ishim deri në 9 ose 8-9 vende ballkanete në të njëjtin festival. Kjo ka qenë një sfidë e madhe mbase për mua, sepse në të njëjtin festival të kesh vende që nuk kanë politika të ngjashme ose që kanë patur një krizë më përpara, një krizë sa më të ngrohtë në periudhën e fundit, dhe ti kesh të gjithë në të njëjtën platformë, ka qenë diçka e vështirë. Fakti që jam nga vendet ballkanike dhe nga Shqipëria, kjo më ka lehtësuar dhe më ka bërë këtë punë më të lehtë se sa mund ta bënte një shtetas turk. Kjo ka qenë një privilegj për mua. Vështirësia më e madhe për to ishte gjuha, por leximi i librave e bëri që të ishte integruar më tepër në kulturën turke, që në dukje ishte ngjashme me atë shqiptare, por përsëri disa vende bënin diferencën. Që një çike vështirë nga ana ime, nuk ngjante fare me gjuhët që dija, siç ishte anglisht, italisht ose spanjisht, por ama krejt ndryshe. Por që gjithsesi me kalimin e kohës e qenë më tepër e integruar me shoqërinë këtu, kjo më ndihmoi, leximi i librave të ndryshëm më ndihmoi. Nga ana tjetër, mund të them që një tjetër vështirësi, mbasi ngjashmëri ka qenë në fillim, kultura dukeshte si më e përshtatshme, e ngjashme me tonën, por ama shumë vende kishte të ngjashme, shumë vende ishin të ndryshme. Kjo më ka vështirësuar disa gjëra, si dhe më ka lehtësuar disa gjëra. Shoqatat shqiptare këtu janë të mirë organizuara, por fakti që në Ankara, në vendin ku jam unë, përveç administratave shtetërore, siç është administrata diplomatike dhe ambasadat, të tjera nuk janë shumë aktive. Përgjithsisht në vende të tjera siç është Stambolli dhe Izmiri. Por ama mundohemi që të paktën një herë në vit këto organizata të mblidhen dhe të bëjmë aktivitete kulturore, veçanërisht tradicionale, duke shfaqur kulturën tonë.